E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak këtë dinamikën të shëmtuar që ndodhi sonte në Big Brother. Rogerti ka hyrë me një energji që në fakt nuk din më ta luan lojën. Në fillim është dukur një banor i fuqishëm, u munduam të bëjmë disa krahasime, por sonte mendoj që e ka tepruar jashtëzakonisht shumë. Tani, për të qenë brenda një loje dhe për ta ofenduar Malin në familjen, në nënën e tij, në babain e tij, pyetja ime është kush je ti? Nga e merr ti këtë të drejtën që të përdorësh kartën e familjes brenda në shtëpi dhe ta ofendosh ti banorin tjetër. Dhe më e tmerrshmja në këtë mes, dhe nuk e di pse në fakt produksioni nuk reagoi, është që Rogerti thot Malit që ti nuk ke gjak shqiptari. Vitin e kaluar ka qenë ky fenomen që realisht u shqetësuam shumë, që ishte raporti Jozi dhe Gjesti, dhe Rogerti përsëri e kthen këtë raportin, që kjo është shumë e shëmtuar që të dëgjohet në një media. E para njëherë Mali nuk ka hyrë aty për t'i sjellë problemet me shumë respekt që ka Violeta dhe bashkëshorti i saj. Violeta dhe bashkëshorti i saj janë individ të tjerë, është artiste për veten e saj, është problemi i saj dhe i takon pikërisht Violetës. Dhe nuk ka askush pse të merret me problemin e Violetës, të merret me problemin e bashkëshortit të saj, të flasin për marrëdhënien e tyre. Ti thuash ti një djali të ri që dëshiron që ai të mos ta fiton lojën sepse ti të vjen inat që po humb, ti thuash ti që ti nuk e do nënën, ti nuk e do babain, kjo është e turpshme. Në qoftë se Mali nuk ka takuar babain e tij, Mali arsyetoi shumë bukur, duke thënë që unë nuk dua të takoj Timat për klikime, nuk dua të takoj Timat për show. Dua që kur të dal nga kjo shtëpi të ulem personalisht me të dhe të bisedoj. Domethënë ai nuk injoroi në asnjë gjë. Ai ka respekt si për babain ashtu dhe për nënën dhe këtë gjë e ka thënë brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Unë mendoj që Rogerti me këtë formë të lojës nuk do ta ketë të gjatë brenda asaj shtëpie sepse të prekësh tjetrin në kombin e tij, të prekësh tjetrin në gjakun e tij, të prekësh tjetrin në familjen e tij, në një histori kaq delikate realisht në familjen Ret Koceri, mua më duket e turpshme dhe më duket njerëzore. Unë mendoj që Mali për moshën që ka, në shumë raste na ka treguar që është më inteligjent, që është më i zgjuar se banorët e tjerë. Domethënë Mali ka strategji, Mali me qetësi dhe duke kënduar mundohet që t'i plas në një pikë banorët, domethënë jo t'ua kthej me të keq. Ai vetëm një gjë i tha Rogerti që ishte një gjë shumë e menduar bukur, kujdes se ke fëmijë jashtë edhe turp të vi. Këtë gjë ja tha Rogertit. Asnjë gjë tjetër rreth ofendimeve që Rogerti bëri. Dhe të luftosh brenda një shtëpie duke ofenduar, mua më duket njerëzore. Domethënë, është banor i fortë, ka potencialin për lojë, por ka zgjedhur rrugën më të gabuar për të luajtur brenda në këtë shtëpi. Mali në një farë forme ja dërgoi mesazhin zonjës Violet që pa marrë parasysh se çfarë do të ndodh brenda kësaj shtëpie, unë të dua shumë dhe jam shumë krenar me ty. Dhe Brikena pati një plasje sepse normal nuk toleron në asnjë mënyrë që të lëndohen familjar, të lëndohet rrethi, për faktin sepse ti dëshiron që të fitosh një sfidë që të ka dhënë vllau i madh. Unë mendoj që loja është lojë, duhet pranuar dhe humbja dhe fitoria, më i miri duhet mbështetur që në këtë rast domethënë Mali ishte më afat gjatë në sfidën e vllaut të madh dhe nuk është e bukur që të përmendet familja brenda shtëpisë. Le të mbështetet Mali, le të goditet Mali, po le të goditet brenda në lojë, për lojën që bën, jo për problemet e jashtme, sepse them edhe një herë, janë probleme private, ashtu siç ne për shembull po t'na prekësh në familje, apo ju po t'u prekin familje. Është privatësia juaj, kot nuk ekziston privatësia, do me thënë ka një lloj limiti deri ku mund të prekësh, po jo të japësh akuza që realisht je një burr, je një personazh që më herët ke bërë një profesion, je një baba me fëmijë, ke një bashkëshorte dhe çfarë kulture jep. Unë mendoj që fansat në këtë rast të Rogertit duhet të bëjnë lëvizje për t'i dërguar një mesazh Rogertit se nuk është kjo rruga e drejtë që ai ka përzgjedhur për të luajtur këtë lojën dhe shpresoj që të ndryshon, të nxjerrën anën e tij më të mirë, të njohim anën më të bukur të këtij personazhi dhe pse jo të jetojmë këtë djalë i cili
Në datën e parë erdhi me një qëllim që do të ndryshonte, rrjedhën në shtëpisë duke dhënë dashuri, por ai po jep më të keqen që po jepnin banorët e tjerë.